Për te shakave, ky ishte një vit goxha interesant për mua, sepse unë ju siç e dini ju dhe një Shqipëri e tërë, unë ndava. Dhe ishte një lidhje goxha serioze dhe mora kohën time dhe po e bëj akoma që të kujdesesha pak për veten time që kisha lënë pas dore. Po mundohem akoma, nuk është se jam në më të mirën time. Kujdes. Çfarë bëre për ta harruar ose për të tejkaluar? Çfarë bëre? Qava shumë. Qaja shumë shpesh dhe në një pikë po qaj dhe nuk kuptoja pse. Mendoj që ndonjëherë idealizojmë njerëzit dhe i projektojmë shumë tek mendja jonë, ndoshta krijojmë të fantazit tona dhe kur realiteti të vjen avash kupton që ndoshta s'ka qenë ashtu siç e mendon ti. Por mendoj që mësimi është mos mendosh shumë për çfarë ka ndodhur, thjesht marrësh gjëra më të mira, ti mbash mendet këqijat, se pastaj fillon nostalgjia dhe mendon po sikur dhe të fokusohesh te vetja. Nuk kam besuar shprehjen që koha shëron çdo gjë, po shumë e vërtet se thjesht ngel si një kujtim. A jam unë akoma në proces. A shkove në terapi? Se ti di që ne gjithmonë me njëra tjetrën kur flasim. Absolutisht. Edhe kur jemi jashtë kamerave, i themi njëra tjetrës se duhet ta normalizojmë të shkojmë në terapi. A shkove në terapi? Nuk mendoj se do shkoja në terapi për ishin, sesa do shkoja për veten time që kam kuptuar shumë gjëra, si për shembull që nuk jam emocionalisht e disponueshme dhe kam ca barriera që kur filloj për shembull për QDK edhe sikur po më i ul pak të barrierat, kam pak frikë edhe nuk dua. Kështu që mendoj që në 2026 ja kam premtuar vetes time që do shkoj në terapi, sepse nëse fillon kujdesesh për veten në të gjitha format, atëherë ti je aftë të dish se çfarë do, si e do, kur e do, sa e do. Zuar për me bra. Po, a pate dating life? Ti ke dalë, domethënë si ka qenë dating life pas ndarjes, apo s'ke patur? Ai vakët, shkretëtir. Me vërtet kam njohur njerëz shumë të mirë, por nuk janë ata problemi. Në këtë kuzhinë jam unë problemi. Jashtë kësaj kuzhine janë ata problemi se i mungon diçka gjithë. Unë këtë vit, domethënë vitin tjetër, do mundohem që mësoj të flas pak më butë me jeshkuj. Do ta tregojmë atë episodin, të lutem, më lër ta tregojmë se është episodi im i preferuar. Absolutisht. Ishim tek vila, po rrinim. Po bënim ketchupin ton të përjavshëm, ç'a bëre këtë fundjavë dhe Xhesi thotë, "Asgjë zemra, nuk isha nerva." Se ç'a ndodhi? Kam dalë sa me njërin, po ma caroj sa se më ka dërguar voice. Si guxon ai dërgoj voice. Lutem, më mbani pak. Jo, një sekond. Situata ishte që unë kisha dalë me këtë dhe më pyetën gota si po shkon dhe unë i thashë s'po shkon askundi, se kështu. Dhe jam për treguar mesazhe. Ja një sekond. I hapa për treguar mesazhe. Do ma futesh na mesazhet. Mesazhet ishin. Lerta si ishin mesazhet? Mesazhet ishte një mesazh zanor. Ku i thoshte, "O Xheso, homësie, si kalove sot? A dole në një çik mbrëm?" Kaq i shkreti, shumë i butë, shumë i ëmbël. Mirëmëngjes. Po, i kishte thënë mirëmëngjes si njëri normal. Si kalove, a dole në një çik mbrëm? Ke parasysh pyetje as pak ishte shumë okay, si u zgjove. Xhesi, a mund ta imitojmë, i vendosim një emër. Thojmë më emrin për e madhe se ta themi emrin? Po, ja, s'ka problem. Berti. Jo, let me një Berti. Franci na fal, po Xhesi na dha autorizimin që të flasim. Nuk pyesim çdo emisioni jon. Po iko Franci, ç'a duhet ty si jam zgjuar sot pa zotin, shtëpi kam qenë. Jo. Jo, kështu ishte, po iko Franci pa zotin. Ka një qerre zëri. Pa i ka Franci, pa i zotin! Qa duhet ti? Ku isha unë mërëm? Betohem, Xhesi të merre telefonin dhe bëje play atë audio që ju të kuptoni se sa e vrash dhe Xhesiana muka me meshkujt. Jeni gati? Po të shkejo Franci si u zgjova unë aman. Në shtëpi isha nuk kam dalë. Ky ishte një voice sikur ai shkreti kishte, nuk e di çai kishte bërë, kishte vrarë një natë më parë, ndërkohë që kishte thënë thjesht mirëmëngjes. Çfarë zgjuar keq? Kështu që meshkuj e morën mësimin, kur mos e pyet një vajzë si u zgjove sot. Ç'është kjo një? Po çan këto muhabete, si s'vjen zor. Unë thjesht mendoj që nuk ishte i duhur. Nëse s'është i duhur, i flasim si kafsh. Po ti moj Blerta.
Nuk mendoj që kam shumë gjëra për të thënë, se unë të mia dihen, janë në gjithë rrjetet sociale, domethënë nuk është se kam një gjë mbajtur. Çifti më i ri. Shehur unë. Unë nuk e di, jam e re në këtë faqe. Jere? Çfarë ka ndodhur në 2025 për ty? Po gjitha dashurinë e jetës, Megli. Sa bukur, moj. I qesh, vesh, më vesh, buz qesh, ja vesh, më vesh. Ka vetë çik sekreti këtu. Po dashuria e jetës. Ja gjete, what's next? Nuk e di. Se unë e di që ti në janar bën një vision board. Në fund të dhjetorit, po, bëj çdo vit një vision board, kam filluar ta bëj 2 vitet e fundit. E kështë bërë 2024? Para se me njës 2025? Viti 2024 është i vetmi vit që nuk e kam bërë, me thënë drejtën. Mirë doli. Mirë doli. Një qa fjalla. Po, kam vizualizuar çdo gjë që arrita këtë vit, jo vetëm nga ana dashurisë, po edhe nga ana e karrierës, të gjitha metriksat e. Çfarë do vësh në vit? Po një beb ndoshta. Blerta do bëj një beb? Jo! Blerta do bëj një beb? Bebi do bëj një blert? Jo. Kush bebi? Bëj e pat. Duke qenë se këtë bëra që ta shoh babi, duke qenë se ka qenë i mërzitur me mua këtë vit, edhe ishte një vit goxha sfidues për mua nga ana e marrëdhënies time me babin, që unë kam cekur pak edhe të dokumentari me Andalen, që nuk ishte plotësisht dakord për këtë gjë që ne po bënim këtu, sepse normalisht ju desh pa kohë ta ambientoj, kështu që thash, po i fus një beb këtë vit që t'ja knaq zemrën, si thonë. Ta kumbesoj. Po tani, për sa i takon pa manualit, Kush është ky? ne të treja, kush ka qenë episodi që ju ka pëlqyer, ose ju ka shenjuar, ose quajeni si të doni këtë sezon, sepse pa manuali bën fiks një vit kalendarik. Kemi nisur në nëntor, një vit kalendarik e 2 muaj. Është bebja jon. Është bebja jon. Është bebja jon. Ne Kush kemi ka qenë bebe. episodi që ju ka pëlqyer më shumë? Ta them unë me leje zysha. Me leje zysha. Absolutisht. Ka qenë episodi që kemi folur për fuckboysat. bën sens. Sepse fiks në ato kohë, unë kam qenë duke u njohur me një çun që ishte fuckboy. Se vjen diskutim. Prandaj atë episode ke zotruar aq mirë. Ai episod. Ju thoni terapi, ulu aty në divan me mikrofonin. Çdo gjë që kam thënë episode kam pasur me kunj për atë. E para, E ka ditur ai? Po pasi ja çova me lik, moj. Ja çove me lik? Ha tupi me buk, e kemi thënë, e kemi kaluar. Dhe po çfarë qeshim, thonë nuk jam fuckboy. Ja çova, mos flas me çunin, sepse ishte fuckboy. Ishte çuni i mirë. Pra nuk është se flet më për episodit, flet se është fuckboy. Jo, më episodin e parë, u knaq, qeshi. Jo, nuk fola më, ai ishte një fuckboy që u përposhtë ndryshonte për mua, por nuk ka dolëm dot edhe ndam rrugët tona. Episodi im i preferuar Shpirti. ka qenë episodi i X-ave. Episodi i parë i The X që ne kemi bërë ka qenë ne të katërta, ka qenë dhe Casey. Ai ka qenë episod legjendar, përshëndetje Casey. Nga ai episod ndryshoi çdo gjë, sepse aty ne nuk e dinim çfarë donte të thoshte të kishe një social media të tërë nga mbrapa që të shante, që të numëronte të gjithë njerëzit e shtëpisë. Dhe Megli dhe Gjesi, nuk e di nëse jeni dakord, po unë mendoj që ne i bën trend X-at në Shqipëri. Jam super dakord, mas nesh fillune për TikTok, fillune për podcastet e tjera, por Do me thënë, nuk, jo se i shpikëm ne, se kjo gjëja është për kudo, por në Shqipëri nuk flitej më përpara çfarë pëlqenin dhe çfarë nuk pëlqenin të çunat. Nuk dëgjoje goca të flisnin për çunat e shkurtër, çunat e gjatë, çunat me macchiato, çunat me Samsung. Ama në 2026 nuk i marrin meshkujt me Samsung prap. Po, çunat me Samsung vazhdojnë të jenë një jo e madh. Ty kush ka pëlqyer? Mua dhe X-at më kanë pëlqyer shumë, jam kënaqur shumë. Episodi i Kushos ka qenë ai është bërë super legjendar. Unë me të vërtet mua më kanë shkruar shumë goca dhe më çonin video të meshkujve të ndryshëm nëpër plazh me gozofat e tyre, kashurrel, që ishin në breg të detit me varset që i peshonin qafën për poshtë dhe tulat e kokës, që flishin me njerëz të ndryshëm. Por më tha një çun, ai taksisti që ishte nga Berati, më tha e di tha ku është problemi, tha është për të qeshur, tha po unë kur kam punuar, tha në Gjermani, tha me një magazin. Të gjithë shokët e mi tha më merrni nga plazhi, tha, edhe më thonin në Kusho dhe prandaj kemi qesh shumë. Pra ajo telefonat bëhet për njerëz që janë të mbyllur diku. Kështu që në burg apo jo?
Si burg ishte, po me të ardhura, goxhat mira. Kuptoj. Qa objektivash kemi për 2026-ën? Qa viti do jetë ky 2026-ës? Unë i kam bërë premtim vetes që i gjithë fokus këtë vit ishte fillimi dhe shpak ish përqendruar, po dua t'i vëm tek karriera edhe tek qetësia shpirtërore, pra nuk mund ma marri asnjëri për asgjë në botë. Dua të fokusohem pak te stand-upi edhe tek batutët mia geniale. Që janë? Absolutisht. Ne nuk do ta bëjmë spoil, po Megli ka një gjë shumë bukur në Andale që do vi sezonin e ri dhe është shumë Megli që ju doni. Kështu që nuk e tregoj, po e tham, është për specialen. Këtë vit e mbani mend, kemi dalë në Durrës. Kemi bërë një drek, po, anës detit mi pirgo të verë dhe kam thënë e kam dyst. Në 2026 Aq? 2026-ën do kem dyst. Ja, ta fillu. A është 2026? Do kem dyst, këtë dua, ta kem dyst. Po, unë uroj gjithashtu që e njëjti objektiv, dua që ta kem dyst dhe të jem e qetë shpirtërisht dhe mendërisht. Kështu që mendoj që ky duhet të jetë objektivi i gjithë. Dyst e pacim të gjithë. Dhe dua që mos na paft mësyshi dhe syu. Inshallah. Bismillah. Gëzuar